Të ndërshëm vëllezër, pendimin Allahu xhaleshanu e ka obliguar dhe ka thonë kërkoni falje dhe unë ja u fali. Kërkoni falje dhe unë ja u fali. Dhe pendimin e ka lënë të hapur, kërkimin e faljes e ka lënë të hapur deri në ditën e gjykimit. Nuk mbillet dera e pendimit. Kur duhesh më pendu, Allahu xhaleshanu i mëshirshëm. Allahu xhaleshanu është më i mëshirshëm se sa nënat e tona për ne. E keni pa nëna se mëshirshme. Natën me bo me qajt pak me dhëmbi, pak jo gramatik që ma gjutën dhëmbi, me bo me me dhimt, natën a baba të qohet me dhadhon një hap, a nana. Me met për baba, këtë dhëmt, janë isi me dhimt edhe ashtë interesant. Ama nana e heton me njerë. Edhe qohet dhe mundohet me mundësit e veta me të ndihmu. Bile vetëm kur të përgdhejnë edhe të prej ka fitira dhe ka flokt, disit kalon. A baba dhe mu që ja përveshit, ka me thotë pse ki hangë, pse ki ban, pse ki... Dhe më thonë, njën i dhamë dhem edhe ki tjetëri janis. Të ndërshë vëzër, po du me të regu mëshirën, se dhe baba për fmit, sa nana për fmit. E tash, baba i ka atë obligimet e vetën dhe fmive, dhe nana i ka obligimet e vetën dhe fmive. Mos të këtë shkuptohemi, mos me dojë diku që jam kundra babës e lavdroj nana. Dhe më thonë, të di prindërja, në që fësjan musliman mirë, duhet me eduku fmit që Allahu ja u ka dhënë. Qëllimi ishte më argumentu se nana e mëshirshme. Mirë po Allahu është më i mëshirshëm se sa nana tana për ne. Allahu më së shumti në mëshiron se sa nana tana që në mëshiron ne. E mëse vetën dhe juve, sa ma shumë kërkim falje të Allahu dhe sa ma shumë pendim, sepse të gjithë ne jemi gabimtar, gabimtari më i mirë është ai që pendohet.